më ka qelluar fati, duke qenë që jam dhe profesioniste, arkitekte urbaniste, më ka qelluar ta shoh projektin në rastin tim. Dhe pash që aty kishte gafa të rënda në hartimin e projektit, qoftë edhe për pjesën time. Në detyrë ata kanë një detyrë, shiko, kur bëjnë projekte të tilla, objektet merren dhe analizohen së pari dhe grupi projektimit ka për detyrë që në mënyrë të saktë të paraqesë gjendjen ekzistuese të objektit, të paraqesë historinë e objektit, të paraqesë çfarë gjë ka vlerë dhe çfarë gjë nuk ka vlerë. Në rastin konkret, për të justifikuar një ndërhyrje që nuk dihet se kujt i ka prishur punë, objekti, rasti im, është interpretuar komplet gabim. Ai është një projekt i kohës së Italisë, i bërë që në 41-shin, del në videot e hershme të Durrësit. Ndërkohë, grupi projektimit nuk na ka pasur mundësi të marrë vesh se çfarë objekti është. E ka interpretuar si shtesa pa leje dhe shkon e prish në një objekt që s'është as në zonën e amfiteatrit, as në pjesën arkeologjike, është një godinë peskaçe dhe i prish papafingon me arsyeën e thjeshtë të interpretuar keq në projekt që ky objekt nuk ka vlera të prishet. Domethënë që këtu Prishet i gjithë objekti? Jo, prishet vetëm kati papafingo. Domethënë